Shoqata Kombëtare e Transportit Qytetas dhe ajo e transportit urban dhe interurban kanë dalë një deklaratë publike lidhur me rritjen e çmimit të karburantit deri në 217 lekë për litër, një rritje e shpejtë që prej 28 shkurtit, momenti i përshkallëzimit konfliktit në lindjen e mesme, që ka ndikuar drejt për drejt në kostot e operimit. Rritja e çmimit të naftës nga rreth 145 lekë për litër përpara krizave të fundit në 214 lekë për litër aktualisht, një rritje pra afërsisht 70 lekë për litër, ka sjellë një shtim të konsiderueshëm të shpenzimeve operative. Kjo situatë rëndohet mëtej nga pesha e lartë e komponentëve fiskal në çmimin e karburantit, duke ushtruar një presion të vazhdueshëm mbi kapacitetin financiar të sektorit, si pasojë ruajtja e ekuilibrit ndërmjet kostove dhe të ardhurave, si dhe garantimi të njëjtit nivel shërbimi me të njëjtën cilësi dhe frekuencë, po bëhet gjithnjë më e vështirë. Pavarësisht adresimeve të vazhdueshme pranë institucioneve përgjegjëse, deri në këtë moment nuk janë ndërmarrë masa konkrete për të përballuar këtë situatë. Në mungesë të ndërhyrjeve të menjëhershme ekziston rreziku që operatorët të mos jenë në gjendje të ruajnë nivelin aktual të operimit dhe frekuencat e shërbimit me pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët. Megjithatë, theksojmë se operatorët nuk synojnë reduktimin e shërbimit apo rritje të çmimit biletës, por vijshmërinë dhe cilësinë. Në kushtet aktuale, kjo bëhet gjithnjë më vështirë për të garantuar këtë ecuri pa mbështetje institucionale. Për sa më sipër, kërkojmë nga institucionet përgjegjëse ndërmarrjen e masave konkrete dhe të menjëhershme. Konkretisht: 1. Rishikimin e barrës fiskale mbi karburantin, veçanërisht në drejtim të akcizës dhe taksës së qarkullimit. 2. Vlerësimin e një politike të veçantë për sektorin e transportit publik për heqjen e TVSH-s. 3. Aplikimin e mekanizmave subvencionues ose kompensues me qëllim garantimin e vijshmërisë dhe qëndrueshmërisë së këtij shërbimi në interes të qytetarëve. Ndërkohë qeveria nga 19 marsi ka vendosur rikthimin e bordit të transparencës që do të përcaktojë çmimet e naftës, gazit dhe të benzinës. Çmimet bordit cakton duke marrë në konsiderat bursën, vlerën e zhdoganimit, koston e transportit dhe fitimin e kompanive që do të jetë 3 lekë për shumicën dhe 12 lekë për pakicën. Të gjithë ata që nuk i respektojnë do të ndëshkojnë me xhoba deri tek pezullimi i licencave. Një tjetër ndërhyrje e qeverisë që mund të ulë çmimin është ulja e akcizës me 20%, nëse çmimi do të kapërcej 220 lekë për litër. Aktualisht një litër naftë akciza është 38.8 lekë dhe me këtë zbritje ajo shkon në 31 lekë për litër.